Seanca e radhës në gjykatën administrative të Tiranës për padinë ngritur nga kryebashkiaku i arrestuar Erion Velia ndaj prokurorit Olc Dado u zhvillua në kryeqytet një proces që vijon të tërheq vëmendje për shkak të natyrës së çështjes dhe pretendimeve mes palëve. Në nisje të seancës, mbrojtja e Veliait kërkoi që gjykimi të zhvillohej i hapur për mediat, duke argumentuar se transparenca ishte thelbësore për rastin. Megjithatë, trupa gjykuese e gjykatës administrative rrëzoi këtë kërkesë, duke vendosur që seanca të vijojë me dyert të mbyllura. Gjatë fjalës së Erion Velia i deklaroi se çështja e ngritur lidhet me lishmërinë e emërimit të Olc Dado si prokuror, duke theksuar se sipas tij gjithë Shqipëria e di që ai nuk duhet ta mbajë këtë funksion. Ai shprehu gjithashtu pa kënaqësi për faktin që procesi po zhvillohet pa transparencë publike. Velia i ngriti akuzat se po përballet me kufizim të së drejtës dhe mbrojtjes dhe se ndaj tij është ushtruar një presion i vazhdueshëm politik, mediatik dhe juridik për më shumë se 2 vitesh. Ai e lidhi këtë situatë me arrestimin e tij dhe pamundësinë për të ushtruar detyrën si kryebashkiak i Tiranës. Në seancë Velia i theksoi se ka bashkëpunuar vazhdimisht me organet e drejtësisë dhe se nuk i është shmangur asnjëherë hetimeve apo proceseve gjyqësore. Ai e cilësoi padinë e tij si një të drejtë kushtetuese për kontrollin e lishmërisë së veprimeve të pushtetit publik. Në mbështetje të tij në sallën e gjyqit ishin pranishëm dhe aktorët Robert Ndrenika dhe Gaz Paja. Pas kërkesës së Veliait për të njohur me prapësimet e Këshillit të Lartë të prokurorisë si palë paditur në proces, gjykata vendosi shtyrjen e seancës. Seanca e radhës është caktuar për datën 19 qershor në orën 14.